Organizata Reporterët pa kufi ka publikuar raportin vjetor në lidhje me gjendjen e lirisë së shtypit në botë, ku Shqipëria ka psuar përmirësime 19 vende në krahasim me një vit më parë. Reporterët pa kufi vlerësojnë se në Shqipëri liria dhe pavarësia e medias kërcënohen nga konfliktet e interesit. Sipas raportit, konkretisht, Shqipëria renditet në vendin e 80 nga 180 vende në indeksin global, ndërsa Kosova për shkak të përkeqësimit të medias ka rënë nga vendi i 75 në vendin e 99. Për herë të dytë radhazi, Kosova ka rënien më të madhe në 15 vitet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit, ndërkohë Malizi renditet në vendin e 37, Maqedonia e 42, Bosnia e 86 dhe Serbia e 96. Në raport teksohet se në Shqipëri liria e shtypit dhe pavarësia e medias kërcënohen nga konfliktet e interesit midis botës së biznesit dhe asaj politike, një kuadër ligjor i mangët dhe rregullim partijak. Gazetarët janë viktima të akteve të friksimit nga politikanët dhe krimi i organizuar. Media më me ndikim e sektorit privat në Shqipëri është në pronësi të një grushti i kompanish që kanë lidhje me botën politike në sektor shumë të rregulluar si ndërtimi, ndërsa ka qindra media online në vend, vetëm një numër i vogël kanë një model biznesi të qëndrueshëm me financim transparent. Gazetarët përballen me presion politik, veçanërisht gjatë zgjedhjeve. Politikanët kufizojnë pavarësinë editoriale duke politizuar rregullatorët e medias e duke emëruar ata që janë përgjegjës për median publike. Gazetarët kritik ndaj autoriteteve shpesh i nënshtrohen sulmeve për t'i diskredituar ata, si nga qeveria, ashtu edhe nga opozita. Ata kanë vështirësi në marrjen e informacionit shtetëror, qasja në të cilin mund të jetë edhe më e kufizuar nga një centralizim i kohëve të fundit i komunikimeve qeveritare. Edhe pse kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ligjore ndërkombëtare garantojnë lirinë e shtypit, mbrojtja e konfidencialitetit të burimeve është e pamjaftueshme. Si rezultat i vendimeve gjyqësore kontroverse, mediave ju ndalua të mbulonin çështje të ndjeshme me interes publik. Pronësia e pjesës më të madhe të peizazhit mediatik shqiptar është përqendruar në duart e vetëm 4 ose 5 kompanive. Financimi shtetëror përfaqëson një burim të madh të ardhurash për median, por shpërndarja e tij e errët ngre dyshime për ndikim të palikshëm. Gazetarët që hetojnë krimin dhe korrupsionin janë veçanërisht objektiva të kërcënimeve. Gazetarët gratë, të cilat përbëjnë shumicën e profesionit, përballen me ngacmime online dhe në disa raste diskriminim me bazë gjinore brenda redaksive të lajmeve, megjithëse ka patur përparim në këtë fushë. Vetë censura është e përhapur, por mediat megjithatë kanë krijuar një platformë për vetrregullim etik, të parin e këtij lloji në Shqipëri. Gazetarët që mbulojnë demonstrata dhe operacionet policore, ndonjëherë janë viktima të dhunës policore, por krimi i organizuar përfaqëson një nga kërcënimet më të mëdha për sigurinë e gazetarëve, edhe pse policia kohët e fundit ndërmori hapa për tetuar sulmet kundër gazetarëve, ka dëshkueshmëria për këto krime e kombinuar me përpjekjet politike për të diskredituar gazetarët, ka krijuar një klim që ka të ngjarë të inkurajojë sulme të mëtejshme.